Edi dhe Dolce vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes, duke ngjallur kuriozitetin e fansave të tyre. A është e mundur që pas ndarjes, dyshja të rikthehet në një marrëdhënie? Një takim i fundit ka bërë që shumë të spekulojnë mbi mundësinë e një ribashkimi mes tyre. Pas një periudhe të shkurtër ndarjeje, Edi dhe Dolce janë parë së bashku në një lavanderi, duke biseduar si dy miq të ngushtë. Kjo situatë ka rikthyer në vëmendje momentet e kaluara mes tyre, duke lënë të kuptohet se ndjenjat nuk janë fshirë plotësisht. Gjatë bisedës, Edi nuk ka hezituar të shprehë vlerësimin e tij për Dolcen. Ai i ka bërë një kompliment të veçantë, duke e quajtur atë si një potenciale ambasadore në Hermes. Ky kompliment ka treguar se ai e vlerëson stilin dhe pamjen e saj, duke rikthyer kështu një atmosferë romantike. Reagimi i Dolces ka qenë pozitiv, me një buzëqeshje që e ka shoqëruar përgjigjen e saj. Kjo ka bërë që fansat të spekulojnë mbi mundësinë e një ribashkimi, duke u pyetur nëse ndjenjat e tyre janë rikthyer sërish në sipërfaqe. Megjithatë, mbetet për t'u parë nëse ky afrim do të mbetet në kuadrin e miqësisë apo nëse do të shndërrohet në diçka më shumë. Të dy janë të njohur për natyrën e tyre të hapur dhe të sinqertë, prandaj çdo lëvizje e tyre është e vërejtur me kujdes nga publiku. Një histori e tillë dashurie që ka pasur luhatje dhe kthesa është gjithmonë interesante për fansat. A do të arrijnë ata të gjejnë një rrugë të re për të qenë së bashku, apo do të vazhdojnë të mbeten miq? Kjo është një pyetje që vetëm koha do ta përgjigjet. Me çdo takim të mundshëm, Edi dhe Dolce ngjallin më shumë kuriozitet dhe interes. A do të shohim një rikthim të tyre si çift, apo do të mbeten vetëm miq? Kjo është një histori që do të vazhdojë të zhvillohet dhe të mbajë fansat në ankth. Prandaj, ndjekësit e tyre duhet të qëndrojnë të vëmendshëm për çdo zhvillim të ri. Edi dhe Dolce janë një nga çiftet më të diskutuar, dhe çdo hap i tyre është një mundësi për të zbuluar më shumë.